Procesi i dezinsektimit nga mushkonjat në Vlorë ende nuk ka nisur, duke ngritur shqetësime serioze si tek specialistët e shëndetit publik, ashtu edhe tek qytetarët. Në një kohë kur temperaturat janë në rritje dhe sezoni turistik është pranë, mungesa e ndryrjeve konkrete rrezikon të përkeqësojë ndjeshëm situatën. Sipas specialistëve, ndryshimet klimatike dhe ngroja globale kanë krijuar kushte ideale për përhapjen sa më shpejt të larvave të mushkonjave. Temperaturat më të larta dhe lagështia favorizojnë ciklin e tyre të shumimit, duke bërë që popullata e tyre të rritet me ritme më të shpejta se vitet e mëparshme. Kjo situatë kërkon një reagim të menjëhershëm nga autoritetet përgjegjëse për të parandaluar një përhapje masive. Aktualisht prania e mushkonjave ka filluar të ndihet në qytetin e Vlorës, duke shkaktuar shqetësim tek banorët. Megjithatë, problematika paraqitet edhe më e theksuar në zonat periferike, ku kushtet janë më të favorshme për shumimin e tyre. Kanale të hapura, ujëra të ndenjura dhe bimësi e dendur krijojnë ambiente ideale për zhvillimin e larvave, duke bërë ndërhyrjen edhe më urgjente. Banorët e këtyre zonave shprehen se situata po bëhet më e vështirë, sidomos gjatë orëve të mbrëmjes, kur prania e mushkonjave rritet ndjeshëm. Përveç bezdisë së përditshme, ekziston edhe frika për rreziqe të mundshme shëndetësore, pasi mushkonjat njihen si bartëse të disa sëmundjeve infektive. Nga ana tjetër, ekspertët theksojnë se procesi i dezinsektimit duhet të kishte nisur më herët në mënyrë parandaluese. Sipas tyre, ndryrja në fazën e hershme, kur mushkonjat janë ende në stadin e larvave, është më shumë efektive dhe më pak e kushtueshme sesa trajtimi në fazën e mëvonshme, kur ato janë përhapur gjerësisht. Vonesa në nisjen e këtij procesi rrezikon të ketë pasoja të drejtpërdrejta edhe në sektorin e turizmit, një nga shtyllat kryesore të ekonomisë në Vlorë. Me afrimin e sezonit veror, qyteti pret një numër të lartë turistësh vendaze të huaj. Një situatë e pa kontrolluar me mushkonjat mund të ndikojë negativisht në përvojën e tyre dhe në imazhin e destinacionit. Për këtë arsye kërkohet një reagim i shpejtë dhe i koordinuar nga institucionet, duke përfshirë bashkinë dhe strukturat e tjera të shëndetit publik. Përveç dezinsektimit është e nevojshme edhe ndërgjegjësimi i qytetarëve për të shmangur krimin e vatrave të shumimit, si dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike. Por gjithsesi institucionet janë ato që duhet të reagojnë të parat për fshiktu Bashkinë e Vlorës dhe institucionet shëndetësore. Situata momentalisht në Vlorë nuk duhet neglizhuar. Nisja sa më shpejt e procesit të dezinsektimit është thelbësore për të parandaluar përkeqësimin e mëtejshëm dhe për të garantuar një sezon turistik të qetë dhe të sigurt për të gjithë.